Përshëndetje, ku jemi këtu me një temë shumë të rëndësishme, mbase nuk e keni dëgjuar shumë, por është shumë e rëndësishme mbi atë çka kemi, atë çka vjen dhe atë çka ka kaluar. Që quhet Kiron. Kiron do thotë një nga ndikimet, nuk është planet, por do flasim, por kthehet në retrograd në dem. Do thotë plaga e vlerës, sigurisë dhe dashurisë me vete kërkon shërim të thellë. Plagët e së shkuarës, pra do me thënë me pak fjalë. Por çfarë është Kiron në astrologji? Që të kuptojmë pak astrologji dhe vetëm këtu do t'i merrni të dhënat e sakta. Sepse çfarë dëgjoni me fjalë apo me çështje që s'kan kuptim, i kemi në gjitha anët. Por e vërteta është vetëm këtu. Ju bëni si dore para zemërtuaj, nuk kam drejt ju them, nuk kam pse t'ju them që ose këtu ose vend tjetër. Si të doni juve bëni. Besoj keni dëgjuar ndonjëherë për Kiron në astrologji. Një perspektivë astronomike është një satelit që të rrotullohet rreth Saturnit dhe Uranit. Emri i tij është i frymëzuar nga mitologjia greke dhe ju atribua në vitin 1861 nga Hermann Goldschmidt. Një astronom gjerman përgjegjës për zbulimin e një sateliti të supozuar të Uranit, megjithatë disa vite më vonë disa kërkime shkencore duket se e hodhën poshtë ekzistencën e këtij sateliti. Rreth viteve 1970, figura e Kironit ju atribua një komete që aktualisht është e pranishme në sistemin tonë diellor dhe lehtësisht e identifikueshme. Pra, kush është Kironi dhe çfarë përfaqëson ai? Sipas legjendës, Centauri, Kironi domethënë, është i pavdekshëm dhe ekspert në artet shëruese, por goditet dhe plagoset prej Herkulit në një shigje të helmuar, e cila e qelloi atë aksidentalisht. Pavarësisht se është e pavdekshëm, Kironi nuk është imun ndaj dhimbjes dhe plaga e shkaktuar nga Herkuli shkakton vuajtje të padurueshme. E vetmja mënyrë për t'i dhënë fund asaj dhimbjeje është të vdesësh. Por si mund të vdesësh një qenie e pavdekshme? Atij i duhet të kërkojë ndihmë nga Zeusi, i cili pranon të transformojë atë në një njerëz të pavdekshëm, por vetëm nëse transformon në yjsin e Kentaurit. Kuptimi i Kironit në astrologji lidhet me nyjen karmike, pra me lidhjet karmike të plagëve të së kaluarës. Ashtu si një farë mënyre, ndikimi dhe mundësie që tanishme të pengon të përparoj shpirtërisht atë dhe praktikisht atë personalisht. Kiron nuk është planet, pra Kiron nuk është planet. Në astrologji shpesh quhet trup planetar ose asteroid, me lehtësi për klasifikimin e tij shkencor dhe astrologjik që është unik. Çfarë është në të vërtetë Kiron? Kiron do thotë asteroid. Astronomët që klasifikojnë Kironin si një kentaur, një trup qiellor që ndan karakteristikat e asteroidëve në ato kometave. Planeti i vogël, sepse është një komet, mban emërtimin zyrtar astronomik planeti i vogël 2060. Ura kozmike në astrologji, orbita e saj fizike ndodhet midis Saturnit dhe Uranit, duke simbolizuar një urë midis botës fizike që është Saturni dhe zgjimi shpirtëror që është Urani. Këtë mund ta shprehim dhe mund të themi në ndikimet e mëvonshme. Nëse keni lindur presupozojmë në dhjetor, supozojmë për shembull në mesi i dhjetorit, do të thotë që të kesh Kironin në peshk, plaga e përkatësisë. Të kesh Kironin në shenjën e peshqve, pra ata që kanë lindur në dhjetor, për shembull 15 dhjetor të 66, marr si pikë referencë unë, do të thotë që astrologjikisht lidhet me izolimi shpirtëror, çështjet e kufive dhe ndjenjët thellë shkëputjes nga universi. Problemi thelbësor, shpesh mund të ndjejmë një ndjenjë dërmuese të vetmisë, ekzistenciale, ose të ndjejmë sikur mbajmë peshën e trishtimit të gjithë botës mbi supet tuaja. Ana e hijes. Në vitet e tuaja të hershme, kjo vendosje mund të manifestohet si një tendencë drejt ndryshimit dhe rrugtimit të realitetit
duke sjellë si viktim ose duke e neglizhuar kufit tuaj fizik për të shpëtuar të tjerët. Dhurata magjike dhe shëruese, ndërsa shëroheni, zhvilloni empatin të pakrahasueshme, intuit të thellë të mençurisë shpirtërore. Ju bëni më shërues natyror që mund të udhëheq të njëjtët përmes pikëllimit të tyre, më të thellë dhe të ndihmoj ato që gjejnë kuptim dhe kaos në jetën e tyre. Kjo do të thotë ndikim, kjo do të thotë shpëtim, kjo do të thotë mundësi dhe rëndësi. Meqense është një komet, por është futur në ndikimin e Saturnit që është mësuesi i universit, që është në Britsjap dhe është guvernatori i Britsjapit. Urani që është ndikimi dhe favorizimi i shenjës së ajrit, që është ujori, u jep mundësinë, kohën dhe diturinë për të dalë nga një batak, nga një problem, nga një çështje e madhe, që do të keni kujdes dhe do më kujtoni, unë ju them, ju bëni si të doje bardhëzëmës tuaj, por unë kam drejt ju them për 1000 arsye, sepse disa gjëra ndodhin për një arsye. Por meqense ndodhin për një arsye, atëherë kemi ndikime nga më të mëdhat dhe nga më të rënda, më të vuajtshme. Më thoni një nga ju, nëse juve në 15 vitet e kaluara, 20 vitet e kaluara, mbi 70% të popullsisë, apo 40 viteve të kaluara, kanë vuajtur shumë. Dhe kjo lidhet me ndikimin dhe simboli saj, që duket është një nga simbolet më ndikuese dhe më rrezatuese mbi atë çka është, mbi atë çka kemi dhe atë çka ne realizojmë. Por gjithashtu kemi një nga ndikimet dhe favorizimet më të mëdha të qenë ndonjëherë mbi zbulimet dhe kohën për katësinë e gjërave të mëdha, sepse ka diçka shumë të madhe mbi ato çka neve themi dhe kërkojmë, por a është kjo diçka që mund të zgjidhet? Po, është mëse mundur dhe më ndikuese në anën tonë. Por si mund ta kuptojmë ne, domethënë, që ky ndikim dhe ky simbol që ndodhet, pra që morëm ne si të mirëqen, një datë 15 dhjetori 66, dhe cila është simboli i kësaj çështje dhe mes Saturnit dhe Uranit, që është kjo datëlindje. Simboli i kësaj, nëse kamera ka mundësi ta zmadhoj disi, ja ku jemi, të dashur miq, ja, ky është simboli që është këtu, po ta shikoni me Saturnit, Lilith dhe pra këtu kemi që po flasim për ditën e sotme, që kjo quhet Kiron. Të kuptojmë astrologji, le që çfarë flasin për rrjetet sociale, idiotizma dhe budalliqe. Këtu pra kemi të bëjmë dhe kjo është mënyra dhe koha e ndryshimeve të gjërave të mëdha që lidhen mbi atë që është, mbi atë që kërkon në anën dhe në pozicionimin e planeteve, por dhe mundësive që kanë të bëjnë. Pra këtu flitet shumë mbi arsyen dhe gjërat që ndodhin. Për sa i përket arsyes, për sa i përket punës, për sa i përket ndryshimit dhe gjërave të tjera, e kuptoni dhe e shikoni vetë juve që është një nga mënyrat dhe mundësitë më të mëdha që do të kemi. Pra është pikërisht këtu, kjo pika që shikoni këtu në formë K-je dhe simboli, pra është Kiron. Varet ku ndodhet dhe ku janë. Për momentin, pra kjo datëlindje e ka pasur kur ka lindur në shenjën e peshqeve. Mirë po sot nëse marrim datën e lindjes, po të shikojmë, ja pra, sepse japim e fakte, këto nuk të gjini vend tjetër, miqtë e mi të dashur, vend ditën e sotme, sepse sot në retrograd, mos harrojmë, në retrograd, data e sotme është 3 gusht, pra vendosim datën 3 gusht, se dua të jem korrekt, 2026. Ju e dini që Jorgo nuk pret që dalim parashikimet, por deri në 2050 i bën vetë dhe pa ndihmën e
Facebookut apo të internetit, që vejnë në parashikimin e 2022-shit. Unë e kam thënë dhe themet madhe, mos i shikoni, do të shikoni për qefin tuaj për të kaluar kohën po, por është 2022-shit, jo 2026-s. Po të shikoni, sepse shikër Zotit sot e keni kuptuar, sepse nuk budallëjt kuptojnë që nuk e kuptoni juve të zgjuarit, që po të futeni dhe ta merrni atë frazën dhe ta vendosni në një nga adresat në Google, do shikoni i kujt viti është ai parashikim që është bërë. Aty do shikoni shumë gjerë, pastaj do thoni me të vërtetë jo ka të drejtë. Në Google vendoseni atë që shikon 2026-ën, parashikimi ditor, javor, ndjes, apo ku diun. Janë si puna e letrave taro që them unë dashi, letër bigjozi, domethënë, edhe aty te letra janë shkruar të gjitha. Pra është diçka mjaft surrogate, them unë, idiotizma. Ju dëgjoni çfarë doni gjënë, po nuk ka pse unë t'ju them unë se çfarë do bëni ju. Atëherë, kemi 3 gusht 2026. Atëherë, këtu kemi në lidhje me ndryshime, në lidhje me kuptimin e gjërave madhore, në lidhje me atë çka unë them që është sot në retrograd. Ja, miqtemi të dashur, ku jemi këtu, pra fillon retrograda në orën, pra po ta shikoni këtu, ja kjo është shenja dhe simboli i Kiron. Kiron që është në Dem, pra shkon në Dem në orën 20:30, pra po të shikoni jemi afër momentit që do shkojnë në Dem dhe do jetë në retrograd. Pse ne bëjmë çik pashkime më përpara që të kuptoni arsyen dhe pse e themi. Por gjithashtu, kur është në Dem, çfarë do flasim në 12 zodiakale, por të kuptojmë pak astrologji mbi realitetin çfarë ndodh dhe kohën e duhur mbi arsyen dhe momentin e duhur. Pra, i kemi të gjitha këtu, i kemi të gjitha gjërat që do të ndikojnë dhe do të realizojnë mënyrën dhe mundësinë kohën e duhur mbi atë çka është. Pra, këtu është momenti, pra duke pasur parasysh, pra ja ku jemi këtu i kemi të gjitha, është pikërisht ja, kjo këtu, që është Kiron, po ta shikoni dhe e kuptoni, ka shkronjën, ka dhe një 0 poshtë, pra simboli që të kuptoni astrologji kur ta shikoni në hartën tuaj natale, të kërkoni mbi Kiron çfarë ndodh me këtë simbol. Dhe ky çfarë është në realitet është një komet, nuk është planet, por ja pra që është ndikimi i së shkuarës me të tashmen dhe të ardhmen. Kalimi po të vini re, dhe pse e them këtë? E them me të madhe për 1000 arsye. Kjo do të thotë ndryshim, kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë realizim. Dhe gjithçka ndodh për një arsye. Meqense kjo periudhë është një nga periudhat më ndikuese dhe më rrezatuese mbi jetën dhe vazhdimsi. Por meqense nuk është e thënë, sepse dita e sotme ka të bëjnë shumë me ndikimin e mërzitjeve, të lodhjes, të problemeve, të dashurisë, dhe kjo kërkon një shërim të thellë. Nuk është puna e një loje ose do luftoni me njerëz, por është vetë jeta luftë. Në 30 vitet e fundit, disa persona që kanë pasur probleme me tokën, kanë pasur probleme me persona të tretë, kanë pasur probleme njeriu që kërkon të rregullojë, të stabilizojë, vjen një moment që vështirë e gjen veten e tij aty, me dashje pa dashje ndodhin fenomene. Dhe kjo ndodh për 1000 arsye. Mirë po, Kiron në këtë drejtim vjen dhe ju shëron plagët e mara. Dhe kjo do të thotë mënyra dhe mundësia. Ajo çka kemi, le të hedhim një sy, pikërisht do flasim gjatë për sa i përket kësaj teme, sepse është një temë që të kuptoni vetë juve në brendësitë e astrologjisë, sepse nuk do të gjeni vend tjetër, do të gjeni vetëm këtu tek astrologu.al. Kiron retrograd në Dem, ku ndikimi dhe mundësia ka të bëjnë shumë që dhimbja e shpirtit e gjërave të mëdha nuk fshihet më. Keni parasysh, sot me datën 3 gusht 2026, në orët e mbrëmjes, sepse atëherë ndodh,
Në fakt, do të dëgjojmë edhe disa gjëra në rang botror, çështje sismike për shembull, në rang botror, por në Shqipëri nuk e kemi problem sepse është kometë, nuk ka gjë, po sinjalet që vijnë. Dhe dëgjoni në televizion, nuk e thot Jorgo. Unë ju them ndikimi që ka të bëjë. Jo ndërhyrja, ndikimi. Pra të kuptojmë astrologji, jo fallra, jo letra, jo tarot, jo drekje, jo shejtan. Larg këtyre gjërave për mua, unë i them dhe i them të madhe në televizion, kudo që ndodhen, që këta janë gjëra. Jo se jam unë, mund të jetë astrolog, ka astrolog të shkëlqyer. Astrolog më mirë se unë. Gjini më të mirin. Nuk them se jam më i miri. Me firmën Vulli Rgopulla, nuk ka them këtë. Ka njerëz që për një arsye për tjetrën, por ka fakte. Edhe juve mund të merrni dikushi, keni studiuar një jetë të tërë, keni marrë dokumenta, keni marrë shkresa, keni marrë gjëra gjëra. Del një nga rruga dhe thot jam unë. Ti nuk je se ke bërë 30 vjet këtë punë. Jam unë sepse unë kam dokumentin. Kam marrë licencën ose kam marrë dokument, po jam i afirmuar në këtë punë që kam. Edhe juve dilni jashtë loje. Nuk dilni jashtë loje, mos u shqetësoni. Do vej deri diku dhe përfundon. Dhe përfundon keq. Pra, është letër bigjozit, pra. Që e ngrenin përpjet dhe thonë janë këta. Ose letra tarot, thonë tarot astrologjike. A ka tarot astrologjike? Kur? Në këtë botë jo, në botë të tjetër mbase. Po në këtë botë nuk ka. Hiqeni nga mendja. Sepse nuk thot dashje, sepse përmbahet në individ. Tarot. Jo, letrat e bigjozit nuk i vë fare në lojë, po diçka që mund të jetë në lidhje me ato që shikon për individin. Jo, nuk duhet të themi shenja kur, e nuk i lejoj këto gjëra. Sepse është idiotizëm, është diçka që s'ka lidhje fare me astrologjin, tarot nuk lidhen fare. Apo gjëra të tjera që kanë. Të yshti dikushi, thot në astrologji. Të lexoj kafe dikushi, është në astrologji. Të shikoj letrat, është në astrologji. E jo. E deri këtu. Ka dali Vendimir, futën në astrologji. Jo, miqtë mi të dashur. Ose një bërzëlyk ose një diçka që vendosin, futën në astrologji edhe t'jep energji, thonë disa. Kur nuk t'jep të energji? Fare. Dhe së shpejti do keni në gjëra tjera, do të shikoni edhe vetë, ajo është një zbukurim i një femre, i një person, një mashkull që ka një orë me shenjën e vetë, ka një bijuteri me shenjën e vetë, kjo është një përcaktim ose një diçka që plotson siluetën e një personi. Pra, jo diçka tjetër përveç kësaj që unë them, se nuk bin lek kanë qilli si që ishin këto falsitetet ose këto gjëra që kanë dali Vendimir. Asgjë, përveç se Zotit, kur asnjë nuk bën. Këta janë falsitete, këta janë për të hedhur poshtë, domethënë mos i merrni të mirë që na. Ju bëni si të doje para zëvës tuaj. Nuk pas se shku ku doni ju. Shkoni dhe tek letrat dashi, shkoni dhe tek tarot dashi. Shkoni, nuk ka problem. Por nuk keni përzgjidhur hallë. Do thoni juve, po mirë, astrologjia është tjetër gjë, nuk ka lidhje fare. Për astrologët po kam një respekt të veçantë për ata që janë astrologë ama, që ata që din shumë mirë se si ta shpjegojnë hartën. Këtë duam, që shikoj hartën atje, po është astrolog i vërtet. Nëse nuk e shpjegon dhe thot lafologji, mund them dhe unë gjithë orës lafologji në lidhje me astrologji. Pak rëndësi ka, s'ka lidhje fare. Atëherë, në lidhje me jemi tek Kiron. Kiron është në retrograd në Dem, ku plaga që nuk mund të fshihet më. Më datën 3 gusht, siç është dita e sotme, në darkë, në orët e mbrëmjes, Kiron kthehet në retrograd në shenjën e Demit. Në ndikimin në një moment më të ndjeshëm dhe më të thellë fillimisht dhe fillimi të gushtit, sepse Kironi nuk është një planet që vepron në mënyrë sipërfaqësore. Ai prek plagët e vjetra, atë pikë të brendshme ku njeriu është ndjerë i pasigurt, i pavlerësuar, i pambrojtur, i refuzuar ose i lënduar. Por Kiron nuk vjen vetëm për të hapur dhimbjen, ai vjen për të treguar se aty ku dikur kishte plag, tani mund të ketë ndërgjegjësim, shërim dhe forcë të re. Kujdes. Do më kujtoni dhe shikoni dhe vetë. Ore Jorgo, si ka mundësi buri dhe ndodhi të gjëra. Ja pra që ndodh kanë. Ndikimi që ka të bëjnë në astrologji, Kiron njihet si simboli i plagës së shenjtë. Ai tregon në një vend në hartë ku njeriu mund të ndihet më i dobët, atë që u tregova pak më parë.
më i dobët, por edhe ku mund të fitoj mençuri të madhe përmes përvojës. Kur Kironi kthehet në retrograd, procesi nuk është më aq shumë i jashtëm. Nuk ka të bëj vetëm me ngjarjet, një person, një fjalë apo një situatë konkrete. Ka të bëj me një kthim brenda vetes, me një pyetje të thellë. Pse kjo temë më prek ende? Pse kjo pasiguri vazhdon të më ndjek? Çfarë nuk kam shëruar ende në marrëdhëniet me veten, me parat, me dashurinë dhe me ndjenjën e sigurisë. Fakti që Kiron kthehet në retrograd në Dem është një domethënës. Çfarë? Demi është shenja e tokës, e trupit, e materjes, e sigurisë, e parave, e kënaqësisë, e stabilitetit, e pronës, e ushqimit, e vlerave dhe ndjenjës që do të thotë në thonjza unë kam. Prandaj kjo lëvizje nuk prek vetëm botën emocionale në mënyrë abstrakte. Ajo prek çështjet shumë konkrete. Vetëvlerësimin, sigurinë financiare, mënyrën si fitojmë, si shpenzojmë, si i ruajmë, si lidhemi me stabilitetin, si të i shijojmë jetën dhe sa ndenjë dhe të marrë dashurinë dhe kujdesin. Ajo do thotë mirëqenie. Ky kthim në retrograd, pra Kiron, në Dem mund të nxjerrë në sipërfaqe plagët që lidhen me vlerën personale. Disa njerëz mund të pyesin veten: apo më vlerësoj sa duhet, apo e vlerësoj unë veten, apo e pranoj më pak se meritoj, apo qëndroj në një marrëdhënie, pune apo situatën vetëm sepse kam frikë nga pasiguria. A kam lidhur sigurinë time vetëm me para, pronë, partner dhe rezultate të jashtëm? Këto pyetje nuk janë të lehta, por janë thelbësore për të ardhmen. Vallë, ndikimi që ka të bëjnë. Demi kërkon stabilitet, por Kiron në Dem na tregon se stabiliteti i vërtet nuk ndërtohet vetëm jashtë. Nuk mjafton të kemi para, pronë, marrëdhënie ose një strukturë të jashtme. Nëse brenda nesh ndjenja e vlerës është e ndikuar, e cënuar, nëse njeriu nuk e ndjen se meriton paqe, dashuri dhe siguri, atëherë kur i ka këto gjëra mund të ketë dhe frikë se do të humbas. Prandaj, ky tranzit është shumë i rëndësishëm se ai mëson të ndërtoj sigurinë nga brenda, jo vetëm nga jashtë, dhe ndihmon me situatën ku ndodhet të arrijë të dalë fitimtar mbi vështirësitë. Kjo ka kuptimin e vet. Kthimi në retrograd ndodh në gradën e 52 në Dem, prandaj ndikimi është shumë i fortë për ata që kanë planetet Hënën, Diellin, Ascendenten, Mesjellorin, Afërditën, Marsin ose pikë rëndësishme në gradat e para të shenjave fikse. Më të prekurit janë Demi, Akrepi, Luani, Ujori, sidomos të 10 ditësh të parë, edhe më saktë ata që kanë pikat personale në 0 deri në 3 gradë të këtyre shenjave. Kjo është zona më ndjeshme, megjithatë, gjitha 10 ditësh e parë të shenjave fikse, pra 0 deri në 10 gradë, mund të ndjejnë këtë energji, edhe nëse ndikimi më i fortë bie në gradat e para. Për Demin sidomos për 10 ditësh e parë, ky është një tranzit shumë personal. Kironi në shenjën e tuaj prek trupin, identitetin, imazhin, vetbesimin, mënyrën që qëndroni në të njëjtë dhe kjo do të thotë në jetën tuaj. Mund të dalin tema të vjetra që lidhen me pamjen, lodhjen, shëndetin, sigurinë, parat, por edhe ndjenjat nëse jeni të dashuruar dhe të vlerësuar. Disa nga shenjat e Demit mund të përballen me një situatë që i bën të kuptojnë se kanë pranuar më pak se sa meritojnë. Të tjerët mund të ndjejnë nevojën të kujdesen më shumë për gjërat që ndryshojnë në punë. Kjo është një moment ku Demi nuk duhet të kapet pas kokëforcisë, por të dëgjoj shpirtin dhe intuitën e tij. Për akrepët sidomos të 10 ditësh të parë, Kiron në retrograd në shenjën e Demit aktivizon marrëdhëniet, partneritetet, martesat, kontratat dhe njerëzit që qëndrojnë përballë tyre. Këtu plaga mund të lidhet me besimin, refuzimin, varësinë emocionale, frikë nga braktisja ose ndjenjë e tjetrit nuk e vlerëson. Sidomos mund të rikthehet tema të vjetra në çift. Mund të ketë një bisedë që prek një
plagë që nuk duhet. Mund të shfaqet një person që pasqyron një pasiguri të vjetër, por ky tranzit nuk vjen vetëm për të lënduar, ai vjen për të shëruar mënyrën se si akrepi lidhet me tjetrin pa humbur fuqinë e vet dhe pa kthyer dashurinë në kontroll. Ka ndikime dhe po të shikoni pse njëherë në fakt nuk është rastësi, nuk është çudi që keni ngjuar nga të parët tuaj. 3, 7, 9, 14 lidhjet e dashurisë që kanë përplasje. Kush ka pasur përplasje në 3, 7, 9, 14 të më shkruaj në inbox, sepse do t'i përgjigjem. Dhe kjo vlen për Kironin, për shërimin e plagëve. Pra të së shkuarës nuk është plag që vajte re në një humner që u plagose ose ku diun. Plag është ai diçka që je mirë e bukur, ke ecur në punë, ke hapur një biznes, të vjen një batërdi që në 2009 ose në 2005 dhe 2010 nuk e paguaj tatimet, të fut një 30 milion lek, do ta paguash. Sa njerëz jeni nga këto, më shkruani në inbox që jeni nga tatimet, keni probleme, jeni nga dashuria, keni hasur probleme mas 7 viteve, mas 14 viteve, mas 3 viteve. Nuk jam mirë çfarë të bëj, unë do t'ju përgjigjem dhe si funksionon shërbimi, i keni aty. Pra unë nuk bëj magjira, nuk jam i dërguar i Zotit, por në bazë të të dhanave që kemi në fushën e astrologjisë dhe saktësinë që ne themi. Përsa i përket ndikimeve që ka të bëjnë me luanët. Luanët sidomos të ditësh të parë. Kiron në Dem prek karrierën, statutin, reputacionin, figurën publike dhe ndjenjën e vlerës në botën profesionale. Këtu mund të dalin tema të lidhura me mosvlerësim, me ndjenjën si puna nuk njihet me autoritet. Në përgjithësi ose me frikë se nuk jeni mjaftueshëm të fortë në sy të tjerëve. Luani ka nevojë të ndriçojë, por Kiron në Dem i kujton se drita e vërtet nuk varet vetëm nga durotrokitjet në këtë periudhë. Luanët duhet të shohin nëse do të ndërtojnë karrierën mbi vlerësim të shëndetshëm apo mbi nevojën e miratimit. Është e para vlerësimi i shëndetshëm, sepse për të miratuar diçka, hajde se po ta kaloj, është njësoj që njëri që nuk di të mësoj, e kaloj me miqësi. Po kur të hasë në vështërsi, që do të bëhet kardiolog, ka probleme. Nga kardiolog, shkoj punëtor lopate, punëtor kazme. Dash besojeni, dash mos e besojeni. Pra duhet vlerësim i vërtet i brendshëm. Prandaj keni kujdes në këtë aspekt. Për sa i përket ujorëve, sepse u i them ta shenja, sepse këto shenja ndikojnë më tepër, që ta kuptoni një herë. Të tjerat kur nuk referohem, nuk ka diçka për të shqetësuar, do të flasun gjitha shenjat, pak a shumë çfarë ndodhin, por në detaje. Për ujorët duket se sidomos të ditësh të parë, Kironi në Dem prek shtëpinë, familjen, vendbanimin, prindërit dhe bazë emocionale. Këto mund të hapen tema të vjetra, familjare, plag nga fëmijëria, pasiguri rreth vendbanimit, ndjenjë se nuk keni pasur gjithmonë tokë të fortë. Këtë ndikimeve që kanë të bëjnë në një nga shenjat që siç thash më lart, duket se ka një ndikim shumë të mirë dhe shumë pozitiv mbi ndryshimin dhe vendimin, mundësinë që ka të bëjnë në këtë drejtim. Ajo që duket në raste konkret, sidomos në ditë që parë, siç e thash, në nivel kolektiv, ky kthimi retrograd i Kironit në Dem na fton të shohim marrëdhënien tonë me sigurinë. Çfarë quajmë siguri? A është paraja? A është partneri? A është puna? Apo është jeta jonë e brendshme? Apo familja? Prona? Siguria është ndjenjë e brendshme që ndërtohet kur njeriu e di se ka vlerë dhe ku diçka jashtë i ndryshon. Ky është mësimi i madh i këtij tranziti. Nga kjo datë, që është sot data 3 gusht në mbrëmje, e theksoj në mbrëmje, Kiron do të qëndrojë në retrograd ku shumë njerëz mund të kthehen tek tema të vjetra ekonomike, emocionale, marrëdhëniesh, që mund të kenë nevojë për ndikime të mëdha në brendësi. Mund të ketë nevojë për kontroll, mund të ketë nevojë për të rregulluar marrëdhëniet me ushqimin, kënaqësinë, pushime. Mund të ketë nevojë për të mos
marrë me gjërat të kota, mund të kenë nevojë për të thënë, unë vlej edhe kur nuk më duar të krasin. Unë vlej edhe kur nuk më japin gjithçka. Unë vlej edhe kur dikush nuk më zgjedh. Unë vlej edhe kur jam duke u shëruar nga plagët e shkuara. Kjo nuk është periudhë për të fshehur plagën dhe kokëforcin. Demi mund të mbaj fort, por Kironi në retrograd na mëson se çdo gjë duhet mbajtur disa frikëra dhe duke lëshuar disa gjëra që nuk na duhen më. Disa mënyra të vjetra për të kërkuar siguri nuk na shërbejnë. Dhe mbi gjitha, kjo është periudhë për të kuptuar se njeriu shpirti flet. Ne e dëgjojmë vallë, nëse shpirti ka qenë i lënduar, shpesh në shpirtin tonë nevoja, vlera. Pra materia është shpirti, ajo e padukshmja që unë them nga hera, që mundohet që të dali, sepse si thon, më ke cënuar në shpirt, më ke rënduar në shpirt. Pra ajo e padukshmja. Por gjithsesi, duhet pasur kujdes. Prandaj kujdesi ndaj vetes është shumë i rëndësishëm. Në ditën sot të kthimit në retrograd në darkë, në 3 gusht, nuk këshillohet të merrni vendime të nxituara nga pasiguria. Nuk është ditë e mirë për shpenzime të mëdha vetëm për t'u ndjerë mirë. Nuk është ditë e mirë për ultimatume në dashuri, për debate, për para, për vendime nga xhelozia, ose për reagime që vijnë nga frika e humbjes. Por është ditë shumë e mirë për terapi, reflektim dhe kujdes, sepse rishikimi financiar dhe vendosja në një plan më të shëndetshëm për sigurinë personale. Mesazhi kryesor i këtij fenomeni është pikërisht ky. Kjo do thotë, ajo që dhemb nuk është aty për t'ju dobësuar, është aty për t'ju treguar ku duhet të rikthehet dashuria për veten. Kironi në retrograd në dëm na mëson se vlera nuk fitohet duke u kapur pas gjërave, njerëzve ose fqinjve. Vlera kujtohet, shërohet, ndërtohet nga brenda, dhe kur njeriu fillon të ndjej vlerësim të tij pa pasur nevojë ta provoj vazhdimisht, atëherë fillon dhe shërimi i së vërtetës. Nëse në hyrje ka të bëjnë shumë me ndryshimin dhe tani pa humbur kohë, para se të fillojmë me parashkimin e detajuar të gjërave që neve themi dhe flasim, kemi faqen astrologu.al. Shikoni faqen roz, ku aty mund gjeni gjithçka, duke klikuar dhe duke hedhur një sy komplet faqes, atje nuk mund gjeni vetëm një për të marrë parashkim të personal, për shembull për pagesë, nuk ka lidhje pagesa këtu, se sa ajo që juve hulumtoni atje. Shikojeni, të gjitha janë aty për të mësuar mbi shenjën tuaj dhe çështjet që vë keni. Më pas, nëse jeni të kënaqur dhe doni një parashkim të detajuar për Europullën, shkoni tek sekretariat. Dërgoni një email dhe si funksionon shërbimi, flasni në WhatsApp apo në Viber. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejtpërtërdet me juve, çdo të mërkur, pikërisht kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas, ja pra, është ai butoni aty, duke dërguar mesazhe dhe merrni drejtpërtërdet përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për juve të shenjës së dashit, duket se ka të bëjnë mjaft me Kironin retrograd në shenjën e Demit, duket se ndikimi i vlerës, i parasë, i sigurisë personaleve kërkon shërim. Për dashin, kthimi i Kiron në retrograd në Dem, me datën 3 gusht në darkë, do të thotë që hap një periudhë shumë të rëndësishme dhe shumë të thellë në fushën e parave, vetvlerësimit, sigurisë personale, talentëve dhe mënyrës së dashit ndërton ndjenjat dhe stabilitetin. Ky nuk është një tranzit i lehtë, sepse Kiron nuk prek gjërat sipërfaqësore. Ai prek ndikimin e madh që do të ketë stabilitet. Atë vend ku njeriu ndoshta nuk është ndjer, i pambrojtur, i pavlerësuar, i lënë vetëm, i lodhur nga lufta ose i detyruar të përvojës dhe vazhdimësisë
që meriton më shumë se sa ai kupton. Dashi është shenja e parë e zodiakut. Ai lidhet me fillimin, guximin, veprimin, dëshirën, identitetin, forcën për të ecur përpara. Por kur Kironi kalon në Dem dhe kthehet në retrograd, fokusi për Dashin nuk është vetëm kush jam unë, por çfarë vlej unë kur është në retrograd. Nuk është më vetëm si fitoj betejën, por çfarë më jep siguri. Nuk është vetëm si të nis diçka, por si ta mbaj atë, të ndërtoj dhe si ta vlerësoj atë që kam. Ja pra sa diferencë kam, i themi të dashur. Të kuptojmë diçka. Disa fraza që unë i them dhe ngelen, juhet kuptoni diçka të madhe. Ky është një ndryshim shumë i rëndësishëm sepse për shumë vite Dashi ka kaluar një proces të thellë shërimi të vetë identitetit të tij. Me Kiron që ka lëvizur për një kohë gjatë në shenjën e Dashit. Shumë persona të shenjës së Dashit janë përballur me plagë që lidhen me guximin, imazhin personal, vlerësimin, mënyrën se si ato vinë. Por ndryshimi më i madh, që do thotë me Kironin në Dem, kjo plagë nuk zhduket, por ndryshon fush. Nga identiteti kalon tek vlera, nga a kam të drejtë të jem, kalon tek a kam të drejtë të kem, të marr, të fitoj, të ruaj dhe të ndihem i sigurt e sigurt. Pra, ja diferenca, të kuptoni diçka mbi atë çka vjen dhe çka është. Për Dashin Demi është shtëpia e dy diellore. Kjo është fusha e të ardhurave, parave personale, shpenzimeve, pasurive, sigurisë materiale, talenteve, aftësive, vlerësimit, kënaqësisë së thjeshtë së jetës. Prandaj Kiron në retrograd në Dem prek një pyetje shumë konkrete. Si e ndërton Dashi sigurinë? A e ndërton vetëm përmes veprimit të shpejtë? A ndërton përmes luftës? A ndërton përmes punës? A ndërton duke vrapuar vazhdimisht drejt diçkaje të re? Apo duhet të mësoj të qëndroj, të ruaj, të vlerësoj dhe të mos konsumoj vetëm për të provuar se meriton? Ndikimi dhe mesazhi për Kiron nuk është vetëm ekonomik. Parat janë simbol. Po shtyre qëndron pyetja e vërtetë. A e di unë vlerën time? Dashi mund të jetë shumë guximtar në betejë, por jo gjithmonë i butë me vete. Mund të sulmoj jetën, por mos të ndalet për të pyetur nëse merr atë që meriton. Prandaj kërkohet vëmendje, prandaj ndikohet jashtëmase në këtë aspekt, sepse ngadonjëherë mund të jetë ajo çka neve kërkojmë. Por vendimet dhe veprimet janë të ndryshme. Dashi i 10 ditësh të parë, duke se kthimi i Kiron në retrograd në Dem hap një temë të re dhe shumë e rëndësishme në fushën e parave, sigurisë, të vlerësimit dhe të gradave që mund të ketë në fushën e punës, energjia dhe vlerësimi real. Sepse ka një ndikim shumë të madh dhe një mundësi mjaft të rëndësishme për sa i përket gjërave të tilla, sepse është mundësia dhe koha e dur për zhvillime dhe ndryshime. 10 ditë e dytë, kthimi i Kiron në retrograd në Dem vepron më shumë si një proces gradual ndërtimi i stabiliteti. Ju mund të mos ndjeni menjëherë si goditje të fortë personale, por gjatë periudhës që hapet nga kjo datë, do të kuptojnë se jeta kërkon më shumë seriozitet që çështjet e parave vlerës mund të rregullohen dhe të stabilizohen në atë që e keni. 10 ditë e dytë, mesazhi është: vlera juaj ka nevojë për formë. Nuk mjafton të dini se jeni të aftë, duhet të organizoni aftësitë tuaja. Nuk mjafton të punoni shumë, duhet të paguani drejt. Nuk mjafton të doni stabilitet, duhet të ndërtoni me hapa të vegjël dhe të qëndrueshëm. Ky tranzit ju mëson fuqinë dhe durimin. 10 ditë i tretë i shenjës së Dashit do thotë kthimi i Kiron në retrograd në Dem është veçanërisht domethënës, sepse ju jeni grupi që ka përjetuar më fort fazën përmbyse të Kiron në Dash. Dhe kjo do thotë gjatë viteve të fundit për ju tema e plagës identitet të guximit dhe vetbesimit tuaj do thotë mënyrë, do thotë mundësi dhe kohë në vazhdimsi. Gjithashtu, ndikimi më i mirë dhe mesazhi im për 10 ditën e tretë të shenjës së
dashve, është periudha e vjetër e plagës personale mund të ndryshoj formë. Tani nuk duhet vetëm të dini kush jeni, duhet të jetoni në përputhje me vlerën tuaj. Mos pranoni më pak. Mos shpenzoni energji për të provuar veten. Mos përdorni mjetet e juaja ose ndikimet e tjera që mund të keni, sepse lufta pa i dhënë kujdes nuk fiton. Ndërtoni siguri, sepse tani forca juaj ka nevojë për re. Përmbledhja e dashit. Për dashin Kiron në retrogradë në Dem është një thirrje e fuqishme për të shëruar marrëdhëniet me vlerën personale, parat dhe sigurinë. Ky tranzit nuk e dëmton dashin, por e forcon, sepse vazhdimi, mundësia, prova dhe dituria. Dhe kjo do të thotë ndikimi, favorizimi. Dhe kjo do të thotë tashi nuk ka më nevojë të fitojë çdo betejë për të vërtetuar si vlen. Tani duhet të mësoj të ndërtoj një jetë që e pasqyron këtë vlerë. Pra ka ndikime shumë të mira në këtë drejtim. Dashuria e munguar. Keni pas një ndarje megafore, përgatituni se keni tuaj. Keni pasur një problem, debat shumë të madh këto dy ditët e fundit, me Dem, e rregulloni dhe startoni. Dhe me peshore është vetë jeta, bini pas, mos e lini pas dore, se janë gjërat që kërkon vetvetja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë që stabilizon korrektësinë dhe mundësinë e artë në anën tuaj. Kjo do të thotë shenja e Demit. Kur plaga bëhet personale dhe shërimi fillon nga vetja. Për Demin, kthimi i Kiron në retrograd në shenjën tuaj, duket se ka të bëjë shumë me mundësinë, me kohën, me ndryshimin dhe vazhdimsinë. Kiron nuk është një simbol thjesht astrologjik, ai nuk sjell vetëm një lajm, një ngjarje ose një ndryshim i jashtëm. Ai prek një pjesë të shpirtit ku njeriu është ndjer i lënduar, i pambrojtur, i pavlerësuar ose i pasigurt. Në ndikimin jo vetëm kaq, por ka dhe mundësi të arta që vijnë drejt jush. Ndikimi dhe favorizimi jepet një nga mundësitë më të arta dhe më pozitive të qenë ndonjëherë, është një moment shumë pozitiv dhe tepër ideal. Demi i 10 ditë të parë do të thotë ndikim, do të thotë personalitet, do të thotë mundësi, do të thotë vendim dhe veprim. Por të gjitha këto ndodhin për një arsye. Dhe mesazhi për juve të 10 ditë të parë, miqtë mi të dashur, është kjo është periudha ku duhet të shëroni mënyrën se si i shihni veten. Ne jemi të vlefshëm vetëm nëse kur jeni atje ku dëshironi. Të dobishëm ose të sigurt financarisht. Vlera juaj ekziston dhe kur jeni të lodhur, të ndjeshëm në ndryshim, në ndikim më të madh. Kjo është pika ku fillon rilindja juaj e qetë. Dashuria më e madhe që ndikohet tek juve të shenjës së Demit është me Akrep, me Ujor, me Luan. Me Luan sidomos mos ma lini pas dore, sepse është koha, është mundësia, është rëndësia që juve i jepni vetes për ato çka keni dhe kërkoni, dhe gjërat e tjera që do të diktojnë në fusha të ndryshme, në jetën në përditësi, në vazhdimsi dhe korrektësi të jetës suaj. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë është e juaja, mundësitë janë të mëdha në vazhdimsi. Dashuria gjithashtu një ndarje që keni pasur me shqiptar, bashkohuni. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë të rëndësishme që është shenja e binjakëve. Për binjakët duket se plagët e fshehura, lodhja shpirtërore dhe shërimi i brendshëm. Për binjakët kthimi i Kiron në retrograd në Dem me datën 3 gusht do të thotë ndikim, do të thotë stabilizim, do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi, sidomos në ndryshimet të mëdha që ata kanë, mënyrën se si ata i rregullojnë dhe i ndryshojnë. Por binjakët nga njëra anë kanë disa mundësi shumë të mëdha. Dhe kjo do të thotë ndryshimi dhe mundësia, sepse të 30 ditë të shenjës së binjakëve janë shumë të ndikuar dhe shumë pozitiv mbi jetën e tyre, mbi ndryshimin e tyre dhe momentet që ata kanë.
Për binjakët Kiron në retrograd në Dem është një tranzit i thellë pra pas skenës i shërimit të brendshëm dhe shërimit të plagëve, ndoshta nuk janë shprehur kur plotësisht. Ai nuk ju kërkon të flisni më shumë, por të dëgjoni më thellë. Nuk ju kërkon të vraponi drejt përgjigjeve, por të qëndroni pak me pyetje. Nuk ju kërkon të jeni gjithmonë të lehtë, të shpejt dhe të komunikueshëm, por të pranoni dhe atë përgjegjësi që keni. Ndjeshmëria është dhe ndikimi i procesit të shërimit nga ana juaj. Me shumë ndikohen dhe diçi parë, sepse fillon të ndjej një qartë kapitullin e ri të lodhjes së brendshme, pushtimit të shërimit të fshehtë. Diçi dytë duhet të rregulloj ritmin, punën e padukshme dhe kufit psikologjik. Diçi i tretë përmbyll plagët e vjetra që lidhen me misin, shpresë, projekt për çuar në proceset të thella të brendshme që janë të fituar. Mesazhi kryesor për sa i përket pikërisht kësaj shenje, duket se binjakët kanë të bëjnë. Çdo gjë që shërohet me fjalë, disa plagë shërohen në heshtje, në gjumë, në lutje, në terapi për pushim dhe pranim, dhe mendja e shpejt ka nevojë të ndalet për të dëgjuar shpirtin tuaj. Lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë për juve të kësaj shenje. Problemet që keni pasur në vitet e kaluara me ujor dhe me luan. Më shkruni, ju lutem, në inbox në kohën që do videoja do jetë online në orën 2:00. Shikojini në detaj, sepse në darke do shikoni Kiron pra në retrograd. Lidhjet me shigjetar, me binjak, me peshk, shikojeni, sepse nuk janë fajtor këto shenja, por keq interpretimi juaj, pa dashje, rregullojeni. Të palidhurit kanë momentin e dur për nisma të reja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që simbolizon, starton, rregullon mënyrën, mundësinë, kohën, diturinë. Që këta do thot shenja e Gaforres, Gaforja, shërimi i miqësive, ëndrave dhe ndjenjës si përkatësi. Për Gaforre kthimi i Kiron në retrograd në Dem e datës tregues në darkë, hap një periudhë shumë të rëndësishme shërimi në fushën e miqësive, të grupeve, komunikimeve. Dhe jo vetëm. Për Gaforret ky tranzit prek pyetjen ku ndjej se përkas. Cilët njerëz janë vërtet pranë meje, cili grup nuk pranon ashtu siç jam, cila ëndër ende më ushqen dhe cila më ka lënduar. Por kjo, Demi për Gaforren është shtëpia e 11 diellore, ku jep mundësinë dhe kohën, diturinë dhe lart pamësinë për ndryshime dhe ndikime të mëdha që vijnë. Por megjithatë, ka të bëjnë shumë, sepse për Gaforret e dhjetëdijçit të parë, që lidhet në ndikim, është një tranzit shërues në fushën e miqësive dhe projekt afatgjat e ëndrrave për të ardhmen. A mund t'i hap plagë të vjetra për zhgënjim shoqëror, miqësi që nuk u treguan të vërteta, grupe që nuk pranuan, ose ëndra nuk u realizua siç kishte imagjinuar. Por qëllimi i tij është t'ju mbyll gjërat që kanë ecur jo aty ku duhet. Qëllimi është t'ju ndihmoj të zgjidhni njerëzit e duhur, projektet dhe komunitetet që kanë vlerë reale. Më shumë ndikohet diçka i parë, sidomos ato të pika personale nga 0 deri në 3 gradë të kësaj shenje. Sepse Kiron në fillim të Demit krijon lidhje harmonike dhe shëruese me ta. Dhjetëdijçi i dytë hyn në proces rishikimi të rrethit të kufive dhe projekteve të dhjetëdijçit të ndikimit të madh dhe mundësive të arta. Dhjetëdijçi i tretë duke se fillon të zhvendos plag nga karriera dhe statuti drejt shërimit përmes njerëzve të duhur dhe ëndrave të vërteta, sepse mund të ëndrrojmë për diçka, por nuk është e vërtetë. Kjo do të parë në anën tjetër. Mesazhi kryesor për sa përket shenjës së Gaforreve. Jo çdo njeri që ka qenë pranë jush
është pjesë së ardhmes suaj. Jo çdo grup ju meriton. Jo çdo ëndër e vjetër duhet mbajtur. Kironi në retrograd në Dem ju mëson të ndërtoni një rreth më të vogël, më të vërtet dhe më shërues. Sepse gaforja nuk ka nevojë vetëm për familje, ka nevojë dhe për komunitet që e pranon me zemër. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani. Shkojmë tek një shenjë ku stabilizon, starton, rregullon. Kjo do thot Luani. Plaga e karrierës, imazhi publik dhe vlera profesionale kërkon shërim. Për Luanin, kthimi i Kiron në retrograd në Dem të ditës së sotme hap një periudhë shumë të rëndësishme në fushën e karrierës, statutin, reputacionin, imazhin publik, përgjegjësitë, autoritetet, figurën profesionale, mënyrën se si Luani kërkon të njihet, të vlerësohet dhe të përcaktohet nga bota. Ky nuk është një tranzit i vogël, sepse Demi për Luanin është shtëpia e 10 diellore, një nga pikat më të dukshme dhe më vendimtare të hartës. Ajo marrëdhënie me pushtetin dhe me ato që të tjerët shohin prej nesh. Luani është shenjë e diellit. Nuk diskutohet, nuk vihet dyshim, sepse kanë pasur shumë gjëra dhe shumë ndikime, por për Luanin Kiron në Dem është një tranzit shumë i rëndësishëm në fushën e karrierës, statutin, ndikimin dhe profesionalin. Ai mund të hap disa plagë nga kaluar nëse nuk i vë veshin mënyrës dhe mundësisë, sepse Luanët janë mjaft ndikues dhe konkretizues atë çka ndodh. Por gjithsesi është një periudhë shumë pozitive dhe momentale. Kjo do thotë ndikim, kjo do thotë pjekuri dhe vazhdimsi. Por megjithatë, duhet pasur kujdes sepse ndikohet edhe diçi parë, sidomos ato që kanë deri në 3 gradë këtë ndikim tek Luanit, sepse Kiron në XX52 të Demi krijon tension dhe ripërdet me dhjetëdhjetin e dytë, që hyn në proces gradual të rishikimit të karrierës, të statusit dhe vlerësimit personal. Dhjetëdhjeti i tretë lidh me tranzitin e ndikimit të madh dhe të mundësive që kanë të bëjnë, por një moment shumë pozitiv. Mesazhi kryesor për Luanin është ky. Nuk keni nevojë të provoni vlerën tuaj përmes duartërkritjeve, titujve ose miratimit të autoriteteve. Drita juaj nuk bëhet më e madhe kur të tjerët e shohin. Ajo bëhet me efort kur ju vetë e njihni, e respektoni dhe ndërtoni mbi bazë të vërtetë. Kiron në retrograd në Dem ju mëson se suksesi më i madh është ai që nuk plagos zemrën, por shëron atë. Dashuria duket se me akrep të dhjetëdhjetit parë, Dem të dhjetëdhjetit tretë, ku është një mundësi shumë e mirë e tepër e artë, por mos harrojmë se me ujor është kënaqësia, është plotësimi i dëshirës, është mbushja e shtëpisë me zëra pasardhës dhe momenti më i artë i qenë ndonjëherë. Kujdes, ndarjet që keni pasur, që kanë qenë me Dem, kanë qenë dhe me akrep. Të dhjetëdhjetit parë, ju bëni si doni, po kjo ka bëjë me ndikimet e tjera. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe rrezatuese. Kjo do thotë Virgjëresha. Për Virgjëreshat të thotë shërimi i besimit, i rrugës së jetës dhe i vizionit për të ardhmen, që të gjithë e duam. Për Virgjëreshën, kthimi i Kiron në retrograd në Dem në 052 gradë është tranzit shumë i rëndësishëm sepse hap periudhat në shërim të fushave të besimit, të udhëtimit, të ligjit, dokumentave dhe jo vetëm. Demi në Virgjëresh është shtëpia e 9 diellore. Kjo është fusha që lidhet me kuptimin e madh të jetës, çështjeve praktike, të vendimeve, të ndryshimeve, të mundësive, të arta që keni tani e tutje. Por, për Virgjëreshën, Kiron në retrograd në Dem është një tranzit shërues në fushën e besimit, studimit, udhëtimeve të ligjit,
dokumenteve të mëdha jashtvendit, mësime të larta, botime dhe jo vetëm kaq, sepse kuptimi i jetës, ajo që ndihmon të shohni plagët e dyshimit të frikës se nuk dini mjaftueshëm. Frika se rruga është e pasigurt, frika nga gabimet dhe nevojat për të kontrolluar çdo detaj para se të guxoni të hapni ndikimin dhe të ardhmen ta keni sot. Më shumë ndikohet 10 ditë që i parë, sidomos ato që kanë ascendente në këtë shenjë. Kemi ndikimin, siç është ndikimi i Virgjëreshës, por edhe plagët e së shkurtës ku rregullohen. 10 ditë që i dytë futet në proces në ndikimin e madh të favorizimit dhe të kuptimit. 10 ditë që i tretë në ndarjet apo problematikat e punës së tyre e zgjidhin. Mesazhi kryesor për Virgjëreshën është: nuk keni nevojë të dini gjithçka për të ecur përpara. Nuk keni nevojë të jeni perfekt për të mësuar. Nuk keni nevojë për të kontrolluar çdo detaj për të besuar në rrugën tuaj. Kiron në retrograd në Dem ju mëson mbi ndikimin e madh dhe mundësitë të arta që keni tani tutje. Dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi mbi zhvillimet dhe ndryshimet të arta që keni tani tutje. Por ndarjet që keni pasur juve të Virgjëreshës do thotë me ujor të 10 ditë të parë, Dem të 10 ditë të tretë që është perfekta, por me Akrep është vetë jeta. Kurse ju të palidhurit keni me ujor, keni me peshore, keni me gafore të 10 ditë të dytë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft të rëndësishme. Kjo do thotë peshorja. Për sa i përket peshoreve, meqense peshorët duket se ndikimi më i madh është shërimi i besimit, i jetës, i sekreteve dhe i plagëve të përbashkëta. Plagëve të përbashkëta do thotë familja, do thotë disa gjëra që keni pasur. Për peshoren, kthimi i Kiron në retrograd në Dem me datës 3 gusht do thotë periudhë shumë e thellë dhe shumë psikologjike. E rëndësishme për punë, e rëndësishme për jetën, e rëndësishme për vendimet që merrni. Por gjithashtu, Demi për peshoren, pra në retrograd që ka të bëjnë Kiron, është shtëpia e 8 diellore. Por çfarë nën kuptojmë me këtë, sepse ka diçka mjaft të ndikuar për sa përket peshoreve. Sepse peshorja nga njëra anë ka ndikime shumë të mëdha, sepse për peshoret në Kiron në retrograd në Dem është një tranzit shumë i thellë në fushën e ndikimeve të familjes, besimit, financave të përbashkëta, borxheve, detyrimeve, trashëgimive, krizave të brendshme dhe marrëdhënieve ku njeriu duhet të jetë i vërtet, jo vetëm i sjellshëm. Ky tranzit mund të hap plagë që lidhen me tradhtinë, mosbesimin, varësinë emocionale, kontrollin, xhelozin, paran, sekretet ose frika për të treguar të pambrojtur, por ai vjen për të shëruar, jo për të shkatëruar. Më shumë ndikohet deri që i parë, sepse hyn i pari në këtë kapitull të ri të shërimit, psikologjik dhe financiar. Sidomos nëse pikat kryesore dhe fillimi i shenjave fikse ndikohen në këtë aspekt. 10 ditë që i dytë përjeton një rishikim gradual të ekuilibrit të marrëdhënieve të thella financiare të përbashkëta. 10 ditë që tretë kalon në një plagë partneriteti të aktivizuar nga financat të përbashkëta dhe problemet që keni pasur në të shkuarën. Por Kiron në dash ndikimi dhe kjo do thotë ka një ndikim shumë të madh sepse drejt shërimit, intimitetit, besimit dhe bashkimit të vërtet. Mesazhi kryesor për juve të kësaj shenje duket se harmonia nuk është e vërtet nëse ndërtoni mbi heshtjen, frikën apo varësinë. Marrëdhënia nuk është e sigurt vetëm nëse sepse duket e bukur. Besimi nuk është mungesë plagë, por aftësi për të folur për plagët pa humbur dinjitet. Kiron në retrograd në Dem ju mëson dashuri të thellë, kërkon transparencë, drejtësi, ndershmëri dhe guxim për të qenë i vërtet. Kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi, por në anën tjetër kemi të bëjmë shumë me një nga ndikimet më pozitivet, sepse lidhjet me pengesa, dashi, bricjapi, gaforja, marrin zgjidhje. Juve që nuk keni një njohje, ta keni lidhje serioze. Keni me ujorin, keni me luanin, keni me peshore të ditë që tretë. Është një nga mundësitë më të mira të mundshme të qena ndonjëherë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft
ndikuese dhe zhvilluese realizuese, që do të thotë akrepi për sa i përket akrepëve. Për akrepët e ditë që parë është ndikimi më i fortë dhe më i drejtpërshëndeti. Kiron kthehet në retrograd në Dem pikërisht përballë fillimit të akrepit, që kjo do të thotë ndikim, kjo do të thotë stabilizim. E keni përballë sepse keni Demin, ndodh në shenjën e Demit, po kjo është një nga mundësitë që do të ndryshojë shumë gjëra dhe ndjeni jetën tuaj, mundësinë tuaj, sepse me njëri tjetrin keni një kuptim shumë të madh. Dhe kjo do të thotë është shumë e rëndësishme ajo çka dua dhe ajo çka unë kërkoj për të jetuar. Për akrepin kthimi i Kiron në retrograd, ndikimi më i madh është në shtëpinë e 7 diellore, nga Demi në akrep, ku jep mundësinë dhe kohën e duhur për ndihmesa. Për akrepin Kiron në retrograd në Dem është një tranzit shumë i fuqishëm në fushën e marrëdhënieve, partneriteteve, martesave, bashkëpunimeve, kontratave dhe njerëzve që qëndrojnë përballë. Ai mund të hap plagë që lidhen me besimin, traditën, mosvlerësimin, pasigurinë, xhelozinë dhe kontrollin. Frikë nga braktisja marrëdhënieve, ku akrepi ka ndjerë se nuk mori atë që i kërkon, apo atë që ka ëndërruar. Megjithatë, kërkon shumë, por merr atë që ecën përpara ose më saktë kërkon atë që dëshiron. Më shumë ndikohet edhe ditë që parë, sidomos ata me pika personale, ndikime personale, mundësi të arta dhe vendime të rëndësishme. Kjo do thotë të 30 ditë që kanë një mundësi shumë të mirë mbi stabilizimin dhe kontrollin e tyre. Mesazhi kryesor për sa përket akrepëve është marrëdhënia nuk duhet të jetë vend ku prova e dashurisë vjen përmes dhimbjes. Nuk duhet të kontrolloni për të qenë të sigurt. Nuk duhet të testoni për të parë nëse tjetri qëndron. Kiron në retrograd në Dem ju mëson se besimi i vërtet ndërtohet me stabilitet, prani, vlerësim dhe paqe. Dhe për akrepin shërimi më i madh është të pranoj se dashuria mund të jetë e thellë, shumë e thellë, edhe kur nuk është dramatike. Por lidhjet që kanë të bëjnë, çështjet afatgjare, se lidhet me çështjet afatgjare, do të thotë me Dem, ku keni përballë Demin, ju e keni parasysh edhe vetë se si gjërat funksionojnë në farë mënyre, por edhe me luante dhe diçka të dytë. Kemi gjithashtu me peshk. Me peshk është diçka që ose stabilizohen gjërat që ndikojnë ose diktohen, ose disa gjëra tjera që mund të jenë në anën tuaj më të mirëfillueshme për stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave të mëdha. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet ndikimi i punës, sepse juve jeni mjaft të drejtë, të tjerët janë manipulator. Manipulojnë shumë kollaj, e kuptoni, nuk flisni sepse keni sedër. Keni respekt me veten tuaj. Dhe kjo është ajo që ju mban gjallë juve. Prandaj asnjë s'mbarot tek juve, që këta janë shigjetarët. Shërimi i trupit të punës, rutinës, lodhjes së përditshme. Për shigjetarin, kthimi i Kiron në retrograd në Dem do thotë një periudhë shumë e rëndësishme në fushën e punës, rutinë e përditshme të detyrimeve, shërbimeve, mënyrës se si e organizoni jetën tuaj. Demi për shigjetarin është shtëpia e 6 diellore, ku jep mundësi, jep kohë dhe përparësi në gjërat që ndodhin ose gjërat që janë. Ajo çka do të keni, në fakt për shigjetarët, Kironi në retrograd në Dem është një tranzit shërues në fushën e punës. Rutinën e ndikimeve të mëdha mes kolegëve dhe mënyrës se si menaxhohet energjia juaj e përditshme. Ai mund të hapi disa plagë që lidhen me lodhjen, mungesën e vlerësimit në punë e përditshme. A mund të hapi plagë që lidhen me lodhjen dhe gjërave. Këto i shëron. Dhe kjo do thot kujdes në rutinën e përditshme, që është bërë një ndjenjë ndryshe në anën tuaj. Është koha, është momenti dhe mundësia më e artë për stabilizuar jetën tuaj,
për të arritur në finish atë që kërkoni. Por, ndikimi i mesazhit për juve të kësaj shenje do të thotë, nuk ka leri të vërtet kur trupi juaj është i lodhur. Puna është e pabalancuar dhe rutina ju konsumon. Kironi në retrograd në Dem ju mëson se shërimi fillon nga gjërat e përditshme: gjumi, ushqimi, puna, kufit, ritmi, respekti për veten tuaj. Kur përditshmëria bëhet e shëndetshme, edhe horizonti juaj bëhet më i gjerë, bëhet më ndikues dhe më rrezatues. Ajo që është dashuria në një farë mënyre lidhet shumë me binjak, lidhet shumë me virgjëresh dhe me peshk të dhjetëçit të parë. Shkojmë tek një shenjë tjetër, tek një shenjë që është mjaft ndikuese, rrezatuese për gjërat që vijnë tani e tutje. Koha, mundësia dhe realiteti. Kjo do thotë britsjapi. Për britsjapët duket se Kirona në retrograd duket se hap një periudhë shumë të rëndësishme në thelb shumë shëruese në fushën e dashurisë, fëmijëve, krijimtarisë, talenteve, gëzimit, shprehjes, romancës, aftësive dhe jo vetëm. Demi për britsjapin është shtëpia e 5 diellore, ku është fusha e zemrës, e dashurisë, e romancisë, se jeni shumë romantik, dhe ndikime shumë të mëdha që vinë drejt jush. Por, në anën tjetër, kemi një ndikim shumë të madh mbi atë çka neve kërkojmë. Sepse për britsjapët Kiron në retrograd në Dem është tranziti shumë shërues në fushën e dashurisë, të fëmijëve, krijimtarisë, talenteve, romancës, gëzimit dhe shprehjes. E mund të hapi disa plagë që lidhen me zemrën e mbyllur, dashurit, vjetra frikra që keni pasur nga e kaluara, por britsjapi është që thot qëllimi është t'i kujtoj se jeta nuk ndërtohet vetëm me punë, kontroll dhe detyrë. Ndërtohet edhe me dashuri, krijim dhe zemër. Ke fundi sidomos me zemër është diçka mjaft pozitive dhe shumë e rëndësishme. Më shumë ndikohet dhjetëçi parë, sidomos ata që kanë pikat kryesore dhe ndodh në 3 gradë. Britsjapi me ndikimin e Kironit në Dem krijon lidhje harmonike dhe shumë shëruese me ta. Dhjetëçi i dytë futet në proces gradual ku duhet balancuar seriozisht me gëzimin dhe reputacionin tuaj. Dhjetëçi i tretë zhvendos shërimin nga plagët dhe rrënjët e vërteta të familjes. Mesazhi kryesor për sa përket britsjapëve duket se është nuk mjafton të jeni të fortë, të suksesshëm e të përgjeshëm. Zemra juaj ka nevojë të gëzohet. Talenti juaj ka nevojë të shprehet. Dashuria juaj ka nevojë të marrë frymë. Kironi në retrograd në Dem ju mëson se shërimi i vërtet fillon kur britsjapi lejon veten jo vetëm të ndërtojë jetën, por dhe ta shijojë atë. Pra, po të imagjinoni se sa ndihmës ka, do kuptoni dhe shumë gjëra të tjera mbi atë çka është dhe çka keni. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë ku ndryshimi, studimi dhe vazhdimësia ndihmon në jetën në përditshmëri. Kjo do thotë ujori. Për ujorët, plaga e familjes është shtëpisë e sigurisë së brendshme, kërkon shërim dhe urgjent. Për ujorin kthimi i Kironit në retrograd në Dem do të thotë ndikim, do të thotë mundësi, ndjeshmëri, se ndodh dhe një nga mundësitë më të mëdha mbi atë çka është dhe mbi atë çka kërkohet, sepse aktivizon shtëpinë e 4 diellore tuaj. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë ndikim dhe vazhdimsi. Kthimi në retrograd do thotë një ndikim i fortë që bie mbi fillimet e shenjave, ndikimeve dhe mundësive të arta që kanë të bëjnë tani e tutje. Për ujorin Kiron në retrograd në Dem është një tranzit shumë i fuqishëm në fushën e shtëpisë, të familjes, prindërve, rrënjëve, vazhdimit,
pronës, kujtimit dhe sigurisë së brendshme. Ai mund të hapi plagë që lidhet me familjen, me ndjenjen se nuk kuptuat me familjen në shtëpinë, prindit pa sigurinë dhe emocionalet me vështirësitë për të ndërtuar një bazë ku ndjeni të lirë dhe të sigurt njëkohësisht. Më shumë ndikojnë dhe i diçi i parë dhe i tretë. Dhe i diçi i parë sidomos ato që kanë ascendente, dhe i diçi i tretë zhvendos shërimi në komunikim, dokumentet, marrëdhënie që kanë bën shumë dhe pak kujdes të vëmendje kërkohet sepse sado që kanë ata mundësinë dhe periudhën, por njëkohësisht është dhe ndryshimi më i madh që vjen drejt jush. Mesazhi për sa përket ujorëve është liria nuk është e plot nëse nuk ka trupin e shëruar. Distanca nuk është gjithmonë paqe. Pavarësia nuk duhet të ndërtohet mbi plagë familjare. Kiron në retrograd në Dëm ju mëson të krijoni një shtëpi të brendshme ku mund të jeni të lirë, të ndryshëm, të vërtet dhe njëkohësisht të sigurt. Sepse ujori nuk ka nevojë të zgjedhë midis lirisë dhe përkatësisë, ai duhet të ndërtojë një mënyrë të re për të pasur jo vetëm të dyja, por të di t'i përdorje ato. Dashuria e munguar, për sa përket ujorëve, sepse ujorët nga njëra anë mendojnë shumë dhe kanë një të drejtë, nuk kush ua di. Në fushën e dashurisë e kanë pak masdore sepse puna, karriera, ndryshime të mëdha, sidomos me Luan, me Akrep, me Dëm, bini pas, është koha më e artë që ndonjëherë. Kurse të palidhurit që kanë peshore, kanë dash, kanë binjak, është koha juaj, por e me shqiptar kanë ndikime që shkojnë në altar. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese dhe mundësi, kjo do thot shenja e peshqeve. Shërimi i fjalës, mendimit, komunikimit dhe i plagëve me njerëzit afërt bëjnë punën e tyre. Për peshqit, kthimi i Kiron në retrograd në Dëm me datën 3 ka një ndikim ndryshe nga ç'e mendojmë, ndryshe nga ç'e gjykojmë. Një mundësi shumë e mirë me zemrën dhe ndryshimin e madh, shërimin dhe kuptimin, sepse Demi për peshqit është shtëpia e tretë diellore. Dhe kjo jep mundësinë, kjo jep kohën dhe diturinë për shumë gjëra që do të ndryshojnë dhe diktojnë në atë çka është. Për peshqit, Kiron në retrograd në Dëm është një tranzit shërues në fushën e komunikimit, të mendimit, të dokumenteve, siç janë njerëzit e gjakut tuaj, të afërmit, që nuk ka ku të shkojnë më afër, siç janë vëllezërit, motrat, kushërit, fëmijët, udhëtime të shkurtra, mesazhe, zëri dhe mënyrë se si shprehet e vërteta personale. Ai mund të hap plagë që lidhen me fjalë të vjetra, keq kuptime, heshtja, frikë për të folurit, ndjenjë që nuk janë dëgjuar ose situata që kanë pritur më tutje. Më shumë ndikojnë 10 diçët të 30 diçët, por i dyti është më ndikues, sepse lidhet shumë me punën, lidhet shumë me karrierën, lodhjet e iskashme. 10 diçë i parë është shumë i favorizuar sepse pret një lajm shumë të mirë tani e tutja ku do ta rregullojë, stabilizojnë. 10 diçë të tretë kërkohet vëmendje dhe kujdes. Kurse mesazhi kryesor është ndjeshmëria juaj është dhuratë, por ajo ka nevojë për zë. Nuk duhet të heshni për të ruajtur paqen të rrem. Nuk duhet të prisni që të gjithë të lexojnë shpirtin tuaj. Kiron në retrograd në Dëm ju mëson të flisni me qetësi, me butësi, me qartësi dhe me vlerë. Sepse fjala e peshqeve kur del nga zemra dhe qëndron mbi të vërtetën mund të bëhet ilaç për veten dhe të tjerët. Dashuria e munguar ka të bëjë shumë me disa ndryshime që lidhet me vigjeresh, shigjetar dhe binjak. Keni pasur probleme. Të palidhurit ose kërkojnë një ndikim është me gafore dhe bricjap të diçit parë. Këto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht të kësaj teme kaq të rëndësishme që juve nuk e dinit dhe nuk e kishit dëgjuar, ku do thot Kiron në astrologji dhe ndikimet e saj. Kush është Kiron dhe çfarë ndodh? Por meqense sot në darkë ndodh në retrograd në shenjën e Demit. Që kjo përcakton me një fjali ndikim, stabilizim, korektësi, shenjat
që duen të keni shumë kujdes janë shenjat e tokës, siç është demi, virgjëresha dhe bricjapi, sepse një ndikim shumë i madh ka të bëjë me shenjat e ajrit. Sekretet që nuk duhet të dalin. Kujdes, trokisni të gjini zgjidhjen. Keni 3 ditë kohë, sepse zjat 7 ditë Kiron në shenjën e demit. Nga unë Rupulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Por nëse dëshironi më tepër, kemi astrologu.al. Faqja roz shkon atje. Atje mund të shikoni, të hidhni një sy, mbasi të keni lexuar gjithë astrologu.al. Dhe me një mundim, që doni diçka më tepër, atëherë një email dërgojeni tek sekretaria dhe më pas flasim bashkë në WhatsApp apo në Viber. Nga unë Rupulla, gjithë mirë.